Antarësimi në Bashkimin Evropian mbetet qëllimi strategjik i shtetit dhe një nga shtyllat kryesore të politikës së jashtme të Maqedonisë, thot ministri i punëve të jashtme dhe tregtisë Timço Mucunski, e që sipas të cilit integrimi evropian kërkon seriozitet, përgjegjësi dhe konsensus kombëtar rreth çështjeve më të rëndësishme shtetërore. Krye diplomati i bëri apel opozitës për arritjen e konsensusit në kuvend rreth agjendës reformuese, konkretisht për kodin zgjedhor dhe reformat në drejtësi, në mënyrë që vendi të mund të shfrytëzojmë mjetet nga fondet европиане. Затоа денес сакаме јасно да упатиме повик до опозицијата, да ја тргне дневната политика на страна, кога станува збор за европската иднина, и да покажеме зрелост и конструктивност околу реформите што се клучни за државата, особено за реформите што се директно поврзани со европската агенда и планот за раст. Пред се, изборниот законник и правосудните реформи. Thirrjes së Mucunskit ju përgjigj kreu i LSDM-s Venko Filipçe, i cili akuzoi pushtetin se vetëm deklarativisht të mbështet integrimin evropian, ndërsa në praktik nuk i çon përpara reformat kyçe. Sipas Filipçes, reformat e vërteta përbëhen nga ndryshimet kushtetuese, fillimi i negociatave dhe hapja e kapitujve me Bashkimin Evropian. Тој бара реформи Европа, не сака Тимчо Муцунски реформи Европа, ниту Христијан, ниту бандата. Реформите се викаат уставни измени и почеток на преговори и отворање на поглавијата. Тоа е вистинскиот пат напред, нека не мачкаат очи, нека не лажат. И ако не сака, нека си заменат, затоа што ќе одговараат. И Тимчо и сите. Nga ana tjetër, Mucunski theksoi se bëhet fjalë për reforma që ndikojnë drejt për drejt në kredibilitetin e shtetit, sundimin e ligjit dhe aftësinë e shtetit për të shfrytzuar mundësinë që i hap Bashkimi Evropian, duke paralajmëruar se çdo bllokim, zvaritje apo politizimi i këtyre proceseve paraqet goditja ndaj perspektivës europiane të shtetit.